Lasere dhe më pëmënona me i majtë menë dhe me folë për se cilin që shikus me ditë dhe sakt kërë vinë që ka kanë me prit prej doktorit. Është tjetëri lloj laseret fotodisruptiv. Po, është jag lasere ose fotodisruptiv. Zakonisht që lasera që në ose indikacion që ndryshon shumë ato indikacionet me laser fotokoagullimin, zakonisht këto e përdorëm gjithë pacientët dinë që moshat e shtyra krijohet katarakta ose perdja e syrit. Perdja, po. Realisht, perdën e heqëm një metodë shumë tre me anë të rrezëve të ultrazonit edhe krijohet është një metodë që thamë më herët ai krahasimi para dhe pas bëhet në mënyrë shumë më të sigurt, shumë më të avancuar. Po gjithmonë pas kur heket katarakta ose perdja e syrit, ne vendosim brenda një thjesht intraokulare e quajmë. Që mbetet në sy dhe përmes saj do të shohim shumë mirë, se nuk bën pa vendosje thjeshtë. Me dioptri të pacientët që na gjithmonë e masën paraprakisht para intervenimit. E shpjegova këtë për arsye se pas një kohë